Qenë edhe terrorist. Po, i kisha shkëmbyer me Çamçakiz Krash, Jugoslav, në formë cigare. Pra e shikon se çfarë të bënte partia nga karrocier të bënte qytetarin e parë të Durrësit. Edhe të Shkodrës. Sekretari i parë edhe i Shkodrës. Po, i dy rrethave shumë të rëndësishme. Ka qenë dhe ministër pa portofol. Dhe çfarë ndodhi gjatë kësaj proteste në 14 dhjetor? Nuk u arrit të digjej komiteti i partisë sepse për fat keq kishte shishe benzine me vete? Jo, ishin shishe tipike Molotov, po jo nga këto që përdoren sot, se ishe marrë benzol nga ato motorskafët e Zerros me numër oktanit lart, ishe përzier me plur sharre nga zrugtaria që ishe ku janë varrezat e vjetra sot. Ndezët ishin ndezës të unifikuar, jo kinezët, se ato mershin ashtu lagështi dhe mund mos të ndishin, ishin ca ndezë unifikuar quaj atëherë, nga këto që kishin prodhuar në mënyrë eksperimentale me i fabrik këtu në periferi Tiranës. Pas ka qenë edhe terrorist. Po, i kisha shkëmbyer me Çamçakiz Krash, Jugoslav, në formë cigare. Po, ishin vjedhur ke fabrika ushtarake, ishin hala, nuk ishin prodhuar masivisht. Ata Çamçakizat që kishin brenda paketës nga një fotografi. Po, edhe ishin muzikanti. Se unë i koleksionoja ato, doja të mblidhja gjithë grupet e mia të preferuara, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. Biles unë isha aq i entuziazmuar që i sigurova 4 copë. Ato që po kanë qenë pliva. Jo, këto ishin kras shkrushin. Po, Çamçakizët që kanë mbledhur që kishan mbledhur disa fotografi, mbaj mend që kanë pasur Rod Stewartin, Frank Zappën, nuk e di cilin tjetër, kanë qenë të kompanisë pliva. Dhe problemi ishte që unë nuk e njihsha popullin tim. Sepse në vetë që urrejtjen të shfryni kundra komitetit partisë, toka e kufirit kapitulloi, ullën armët për tokë. Se kishin marrë tokë kufiri, mirë po kishin marrë edhe kështu me demek vullnetar nga kantieri detar, nga një sigaria të rinj punëtor me huj gardi që do na vullnetarët e Enverit. Jo, para vullnetar. Është qartë, po ai kontingjent njerëzish. Ishte një shpiker amizelis që të mobilizojmë klasën punëtore kundra këtyre. Du tregoj vendin. Mirë, po klasa punëtore ishte me tollon për vete, i kisha armë të hunës, sidomos kantieri detar që kishte kontakte me botën, që e dinte të më mirë se pjesa tjetër e Shqipërisë, ç'a ishte për te perdhës e ekurt. Ato hudhën hujt e gardhit dhe nuk u përleshën me popullin, domethënë, që ishin zgjedhur jo komuniste, jo sekretar organizate rinie ç'a ishte.